Syla, ndërhyrje e palejuar e lojtarit me numër 3 Fazlioskit, referi akordon ndërhyrje të palejuar dhe me sa m'duket të shikues nderuar është një goditje drejt për së drejtë drejtim të portës Isejnoskit, rast ku mund të vijë deri te ndryshimi i rezultatit. Ramiz Ballazhi dhe Fadil Alimi, do të shohim kush do ta bëjë akordimin. Me sa m'duket përgatitet, konsultohen që të dy atje Ballazhi dhe Fadil Alimi. Ballazhi nuk e bën si duhet, drejt në muar. Sherifoski, Naser Alimi. 2-1. Teleshikues të nderuar, 2-1. Kush tjetër përveç kapitenit të ekipit të Kastriotit Ramiz Ballazhi. Gëzim i madh në fushën e kombinatit i bujqësor industrial. Në minutën gati para përfundimit të takimit. Një goditje drejt për së drejtë e Ramiz Ballazhit kuptohet në këndin atje 2-1. Minuta 89 takimit të Ramiz Ballazhi 2-1. Pritësht e të rishikues nderuar qasti kur do të avansoj ekipa e Kastriotit, rastet të 100% të patën Naser Alimi, Fadil Alimi, Khalid Kadriu, mirë po në pjesën e dytë, pasi u bë aktivizimi një lojtari Ramiz Ballazhit, diktohet se Kastriotasit do të sjellin një avantazh, mirë po me shumë mundime ajo u bë nga një goditje drejt për së drejtë, mund të them një maestro e Ramiz Ballazhit me një teknikë jashtëzakonisht të cilësuar, sollin avantazh ekipin e Kastriotit. Do me thonë se Kastrioti Bracvo në stadiumin e kombinatit bujqësor industrial avanson me 2-1. Teleshikues nderuar, në minutën e 4-5 atje penalti në të mirë të ekipit të Kastriotit, 1-0 avansoi Kastrioti. Pjesën e dytë te pjesa e parë teleshikues nderuar, në minutën e 35 Sherifoski barazon rezultatin 1-1, ndërsa në pjesën e dytë të takimit shohim rastet të 100% të Naser Alimit, Fadil Alimit, Kadriut mor mirë po në minutën e 89 vullos fatin Ramiz Ballazhi dhe bën avansimin me 2-1. Do me thonë se përfundimi takimit Kastrioti Bracvo 2-1. Teleshikues nderuar, miru ndogjofshim, miru pafshim takimin e ardhshëm. Që nga minutat e parë të takimit deri në përfundimin e ndeshjes, Kastrioti në pjesën e parë u mundua mirë, po pjesa e dytë ishte më interesant. Këtu pranë meje është mbrojtësi i ekipit Kastriotit Ismaili Skënderi. Çfarë do të na thoni? Po, loja sotshme ishte një lojë shumë e fortë, tipike, si të them, kampionale. Mendoj se treguam më shumë dhe pjesën e dytë atë e fituam. Shumë faleminderit zoti Skënder. Këtu, teleshikues nderuar, këtu kemi edhe mbrojtësin i si në përgjithësi, do t'ju them që loj pas loje fiton një përvojë jashtëzakonisht të madhe. Me sa m'duket është Fikri Bajrami. Urnoni zoti Fikri patët disa mbrojtje jashtëzakonisht të mëdha, mbrojtës shumë bukur dhe në minutat e fundit avansuan 2-1. Çfarë mendoni ju? Po, si të them ashtu edhe unë pat një lojë cilësore të mirë, ashtu treguan bashkë lojtarët e mi dhe me mundin ton fituam lojën me rezultat 2-1. Ju dëshiroj sukses në ndeshjet e ardhshme. Kapiteni i ekipit kuptohet një futbollist jashtëzakonisht i dalluar, vitin e kaluar luajti për skuadrën e ekipit të Bashkimit, ndërsa si vjet së bashku me futbollistët e Kastriotit debituat në ligën komunale. Gëzim i madh për Kastriotasit. Në minutën e 88 ju qetë ai i cili në përgjithësi e solli në avancim dhe vulosët fatet e Bracos. Çfarë thoni ju? Po me të vërtetë të shënosh gol në minutën e 88 do të thotë të vendosësh fatin e një takimi, siç ishte ky i sotshmi, ishte një ndeshje tepër e vështirë. Unë personalisht për golin e shënuar në minutën e 88 jam edhe i gëzuar dhe një fitore të tillë do t'ja uroja të gjithë bashkëlojtarëve të mi të cilët me të vërtetë u angazhuan maksimalisht sot dhe të gjithë të tjerëve.
Patët raste jashtëzakonisht të mëdha, Fadil Alimi, Nasser Alimi, Halit Kadriu, Ramiz Ballazhi, mirë po mendoj unë se potezin që e bëni kryetrajneri i ekipit Neshat Ahmeti, i cili tërhoqi nëntën qendruesin e ekipit të Kastriotit, në vend të tij hyri aktivizoi Ramiz Ballazhin dhe me njerë filloi të funksionoi Halit Kadriu, njëkohësisht Ramiz Ballazhi. A jemi unë të drejtë? Po, keni të drejtë se me tërheqjen e Ganit Dikenës në vend të tij u aktivizua Rizaj dhe me të vërtetë Halitin zuri vendin e Ganut, e Rizaj shkoi në Sjalo e Majt dhe ky ndoshta ishte një potezë vendimtar që vendosi fatin e këtij takimi. Unë ju dëshiroj që në takimet e ardhshme, ndeshjet e ardhshme që do të zhvilloni të keni sukses dhe njëkohësisht të paraprini në kreun e tabelës. Faleminderit për këtë urata, edhe unë shpresoj se do të arrijmë suksese, mirë po të shohim. Miropafshi. Ne përfundoj edhe këtu takimi i ndeshjes që u zhvillua në mes dy skuadrave të Kastriotit dhe të Brasovës. Kuptohet një ndeshje jashtëzakonisht e vështirë për Kastriotasit në minutën e 88-89 atje. Zotri Qemali do të pajtoni me ne, përvoja e Ramiz Ballazhit e bëri, ju jeni aktivizoheni për bashkimin, nëse keni dhe lojën e ju, si e pat këtë ndeshje? Kjo ishte një lojë mjaft e vështirë, me qenë se Kastrioti doshe të fitojë ma herët, por kjo rasti minuta 88, Ramiz Ballazhi shënoi gol sigurt dhe shumë të bukur dhe fitoria Kastriotit. A jeni të gëzuar? Jemi. Po, kuptoni se ju jeni dhe nga Kastrioti, nga Shërbica. Ju dëshiroj sukses në lojën e nesërme që do ta zhvilloni me ekipin e Rinis. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.